Por është rast makabër, mënyra. Do të thonë mënyra se na kena raste se i lindin edhe i lajnë. Ajo është një mënyrë krejt normale, pe marrë si normale, s'është ka dënë për spaku nuk u t'ja marrë jetën. Nuk u t'ja ofru kushtet e nevojshme me jetu, edhe nuk u t'ja ofru mëmsin për me mja dhonë ndimen se dohet mja dhonë nana çdo ditë për salimi, për spaku të e lanë me jetu. Po rasti fundit, dhe më thonë, është një rast cili e ka lanë një farë mënyre, e ka mbyt. Nuk është se e ka lanë me vdek, e ka mbyt. Në qatë mënyrë që u transmitu edhe në media. S'kena mi ditë realisht kur nëse nuk ka mu ditë nana cila e ka lind, nuk ka mu ditë kur arsyeja sepse ka ndodha ja. As s'kena mujna me spekulu edhe për moshën e gruse cila e ka lind, mujna me spekulu edhe për gjithë shka tjetër, po një realitet, s'është se kena me mujtë për rastin konkret. Kena dhe rastet në gjajshme, cilat ka ndodhë dhe dihet, po s'paku për rastin konkret, nuk është se kena me mujtë nëse nuk dihet nona afushnje se cila e ka lind. A ka reziku? Më të madhe në ka reziku, se një lindje në ditës sodit jashtë institucionëve shëndetësore është e rrezikshme. Na mujna me lidhë kanë lind gjyshet tona, po edhe kanë vdekë shumë fushnje në kohën kur kanë lind gjyshet tona. Do të thonë çdo njëna për gjyshet tona i ka pas 1, 2, 3 fëmijë cile i kanë vdekë. Po në kohën e sodit nuk guxon me vdek një fëmijë edhe nuk guxon ashtu me vdek as nana.